Të martën e 14 korrikut u nda nga jeta në moshën 78 vjeçare aktori i humorit Todi Lupi, një nga figurat më të spikatura të estradës së Fierit. Për më shumë se 5 dekada në skenë, ai dhuroi të qeshura pafund fal humorit fin, personazheve autentik dhe përdorimit mjeshtëror të dialektit myzeqar. Todi Lupi u bë pjesë e estradës profesioniste të Fierit në vitin 1971, duke u kthyer shpejt në një nga aktorët më të dashur të saj. Ndërbreza do të kujtohet për interpretimin e rolit të Malos, në parodin do të martoj Malon, një nga veprat më të njohura të teatrit. Përveç estradës, Lupi la gjurmë edhe në kinema, a interpretoi disa filma artistik, duke dëshmuar se ishte një aktor me diapazon të gjerë. Vitet e fundit, Todi Lupi luajti në komedinë satirike Shule Zërin me tekst të Pëllum Kullës dhe regji të Leka Bungos, duke dëshmuar se pasioni për teatrin nuk e la asnjëherë. Në vitin 1989, u nderua me titullin artisti merituar në vlerësim të kontributit të tij të veçantë në artin skenik. Është një idhërim i dytë pas asaj që ndodhi me Sotir Stefan. Todi ishte një aktor i humorit fierak dhe humorit shqiptar i lindur. Todi la gjurma dhe ishte aktor me vlera. Me Todin 71 derisa dha fund jetës, kjo është kam kaluar në mënyrë shok, mik, vlla, mik, shok. Ka lënë gjurmë si aktor me shumë vlera në këtë skenë, në televizion dhe mbar komi shqiptar që njohin shqiptarët. T'jeroj gruaja, t'jerojnë vajzat dhe unë nuk do të harroj kur derisa të vdes. Tani me ikjen e tij, tani forcë kur ajo unë do luftoj aq sa mundësi kam, aq sa talent më kam ngellur në këtë moshë. Todi ishte 78, unë 77, do përpiqemi brenda shëndetit, brenda logjikës, brenda talentit. Faleminderit. Edhe unë faleminderit. Çaj godine kaq të bukur të humorit, jo vetëm fierak, po humorit shqiptar, sot i është shkëputur një nga kolonat që vështirë se riparohet. Prandaj kontributi i Todi Lupit dhe gjithë stafi të humorit me në krye Pëllum Kullën ka pësur një humbje shumë të madhe. Megjithatë, jeta do të eci përpara dhe veprat e Todi Lupit e Sotir Stefse të shumë të tjerëve do mbeten të pavdekshme se nuk i le popullit. I paharruar qoftë. Në fakt, është një nga ato ditë që mbushesh me trishtim për humbjen jo vetëm të një shoku, të një miku, po të një figure të shquar të qytetit tonë. Por në fakt janë momente që të bëjnë edhe krenar. Bëjnë krenar që kemi qenë bashkohës, kemi qenë miq, kemi qenë shok, kemi qenë bashkëpunëtor të Todi Lupit. Besoj që vepra e tij do të mbetet gjatë në memorien e gjithë fierakëve, në memorien e gjithë Shqipërisë dhe padyshim që na takon ne, takon brezave të tjerë që gjithë këto vepra të mira që ka bërë Todi, jo vetëm t'i promovojmë, por edhe t'i shtyjmë përpara. Ushtrimet gjithë miqve, shokëve, familjarëve. Unë besoj si gjithë ardashtit shqiptar, më kujtohet patjetër Malu i famshëm, zëri i tij jashtëzakonshëm, sepse ai ishte i talentuar edhe si aktor, por edhe si këngëtar, me thënë drejtë. Kishte një zë të veçantë dhe kam përshtypjen ndoshta mund të kishte bërë karrierë edhe në fushën e këngës dhe të muzikës. Por për mua ai mbetet një qytetar i rrallë, qytetar jo i zakonshëm. Është nga njerëzit që ka kontribuar shumë për demokracinë në Fier, sidomos në vitet e vështira në 90. Ne kam pasur në krah në Këshillin e Bashkisë Fier dhe ndershmëria e tij ka qenë e pashoqe.
dhe parimësia e tij ka qenë e përhershme. Unë mendoj që këto janë modele që kushdo që merret sot me politikë duhet i ndjek. Pavarësisht se ai nuk ishte i tillë profesionalisht në fushën e vendimarrjes politike apo institucionale. Por mendoj që në historinë e Këshillit të Bashkisë Fier është një nga figurat më të ndritura dhe unë jam krenar që e kam patur shok, koleg dhe patjetër si qytetar i Fierit ndihem i plotësuar kur mendoj që në të gjitha ato yjet e artit fierak, Todi zë një vend të veçantë.